Këshilli Bashkiak Matë zhvilloi këtë të mërkurë mbledhjen e radhës për muajin prill. Në rendin e ditës së mbledhjes së sotme ishin parashikuar 5 pika. Miratimin e rendit të ditës pika 1. 2. Shqyrtim dhe miratim i fondit 6% të ndihmës ekonomike muaj mars 2026. 3. Shqyrtim dhe miratim i planit vendor të emergjencave civile në Bashkinë Matë. 4. Shqyrtim dhe miratim i rregullores për përcaktimet dhe kushtet që agjencitë funerale duhet të plotësojnë për ushtrimin e aktivitetit të tyre. Pika 5, siç tham, për miratimin e shumës së bashkëfinancimit të programit të strehimit social, përmirësimi i kushteve të banesave ekzistuese për komunitetet të varfra dhe të pafavorizuara dhe pika e fundit, pika 6, të ndryshme. Jeni dakord me rendin e ditës? Për shkak të prezencës së qytetarëve dhe palëve të tjera të interesit për pikën e 4 të rendit të ditës, shqyrtim dhe miratimi rregullorës për përcaktimin dhe kushtet që agjencitë funerale duhet të plotësojnë për ushtrimin e aktivitetit të tyre, u vendos që ajo të kalojë pikë e parë. Fillimisht prezantoi projekt rregullore drejtori i zyrës juridike Eduard Abazi, ndërsa më pas këshilltarët diskutuan dhe vendosën që para se të kalojë në Këshillin Bashkiak do të zhvillohet një konsultim publik me grupet e interesit. Nga diskutimet që patëm, kemi vendosur që të bëjmë një konsultim publik dhe rishikim të pikave të draft rregullores. Kjo bazuar në nenin 54 pika K, Këshilli Bashkiak miraton norma standarde e kritere për rregullimin dhe disiplinimin e funksioneve që janë vënë atij me ligj dhe për mbrojtje dhe garantimin e interesit publik. Për sa i përket ditës, datës dhe orës, të gjithë qytetarët do vijnë në dijeni më vonë, pasi do rishikohet mbas rregullores, ne si këshill do ta vendosim diçka të tillë. Ky është vendimi që ne kemi marrë. Duke u përgjigjur pyetjeve të palëve të interesit, sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Matë Elson Reçi tha se draft rregulloria është unifikuese dhe se nuk ka të bëjë me raste të veçanta. Pra draft rregullor që kemi hartuar, mund ta kenë gjithë në dispozicion, ne marrim përgjegjësi për pjesën tonë ligjore. Ne nuk kemi trajtuar asnjë palë individuale në rregullor. Rregullora është një dokument i përgjithshëm i cili vendos disa kritere, disa rregulla të funksionimit të gjithçka. Ajo rregullore nga ana jone propozoi Këshilli Bashkiak bashkë me deklaracion shpjegues. Dhe në atë rregullore, nëse ka një bazë ligjore, të cilët ju po citoni apo vendim dhe nuk është përfshirë, hajde të diskutojmë mbi dokumentin. Po duke qenë se nuk kemi kaluar në fazën e dokumentit, kryetari i Këshillit ka kërkuar që të bëjë një dëgjesë publike me palët e interesit, se deri sot ne nuk po flasim për individ apo për grupe, po flasim për një palë interesi që është komuniteti, një palë interesi që është biznesi. Parimisht, jo rast pas rasti. Rregulloria, në moment që do ketë ndryshim apo do miratohet ashtu, do ketë përsëri një urdhër funksionimi dhe sa rregullore. Rregulloria pa një urdhër pune, pa disa kritere të tjera, të cilat po ekzistojnë te vendimi, i Këshillit Bashkiak, i vendit RKM-ja, sepse nuk cilësohet çdo gjë në rregullore. Rregullora është një draft i përgjithshëm i cili ka për bazë të marrë të gjitha situatën territoriale, problematike, ankesa dhe të funksionimit të gjithçka. Mbi atë është mbritur, por duke qenë se s'kena kaluar këtë fazë, jena në fazën që është lënë një dëgjesë publike, se cili nga palët ka mundësi ta shprehë në dëgjesën publike të gjitha pretendimet. Me një kërkesë nga gjithë palët, draft rregullore propozuar nga Bashkia, e firmosur me firma zyrtare, ju vendosën në dispozicion, secili mund të dërgojë dhe komente përpara se të bëhet dëgjesa dhe aty në dëgjesë ai që do jetë përfaqësuar që do flasi mbi diskutimin, mbi ngritjen e këtyre shqetësimeve, duke qenë se deri në protokoll mund të shprehë ato dhe ato t'i kemi si dokumenta. Dhe ne për Këshillin Bashkiak. Më pas Këshilli kaloi në diskutimin për pikat e tjera të rendit të ditës, ku miratoi projekt vendimin e fondit 6% të ndihmës ekonomike për muajin mars 2026, planin vendor të emergjencave civile në Bashkinë Matë dhe projekt vendimin e shumës së bashkëfinancimit të programit të strehimit social për mirësim i kushteve të banesës ekzistuese për komunitetet të varfra dhe të pafavorizuara.